Mos na ofendo. Jo. Të lutem, kjo është ofendim i rënd. Arber Gashi dhe Enver Çoçaj në emisionin Klan Kosova Today e keni kur thuj kështu, kur thuj që unë po ta tregoj, nëse jam gabim, unë dal publikisht kërkoj falje. Po është turpi i turpit të thonë që na po lipim po kërkoj falje. Jo, ka qenë publikisht. E para, e dyta, lëvizja Deçanit. Çka ka qenë publikisht është tash Arabi. Publikisht ka qenë kështu. Ata nuk kanë dashur për mu përzi me fe. As katolik as muslimane. Ka thonë feja shqiptarët është shqiptaria. Po çështoj ka fillu? E ka fillu. Tani ka thonë për me buh që ta. Nuk është e vërtet. Po ka dalë të ta kryej mendimin na. Lideri jem. Kush është lideri? Lëvizjet Deçane. I budushnosti. Lek, jo. Mos më i përzisë anë. Po mirë dhe ta. Pse u përçat ju ndysh? Edhe mos u kesh. Pse u përçat? Mos më përzikë se anë. Pse? Jo budushnost. Haroje, a është 1 milion herë ma patriot se ti. Asnjëherë. Çaj budëshnosti? Çaj budëshnosti që po përmend ti? A është 1 milion herë u kojt në përbuqe? U kojt, po tash i ka shërby agjendave. Tur për ti, mos u kesh. Ja, unë s'po keshi. Ai nuk ka budëshnost. Ai është tamam. Fatmirësisht që Vojku është shqiptar i vërtet. Ani u kry. U kojt në përbuqe, u kojt njëri për janë organe shtetërore që duke marrë prokuroria e Kosovës për rastin. Për mos durim. Lideri jem, lekaj. Po? Kush është taj? Kush e një ato? Me mizetin. Çfarë fakturë është taj? 2000 është kryesori i lëvizjes Deçanit. E mirë, çfarë qëllimi ka lëvizja Deçanit? Na tregon. Kur ka ardh ditën që e kanë u lëvizja Deçanit, u themelue. Po? Ka dalë, ka thonë, nga sot nuk jemi më musliman. Qa jo fjallet, nuk është as... Pse s'po del pra mu deklaru, po del Arber Gashi, po del Enver Çoçaj, po del Belisari, që këta? Kush jeni ju mas pari? A ndoshta jeni vesh një gjenerat që tash keni dalë penzion, s'po dini çka me bu, nuk ju dojnë të shtëpia e dalë nëpër media. Jo. Atëherë, ndërume. A e diti që muslimant e vërtet, po? As nuk guxojnë me dalë nëpër media. Pse s'guxojnë me dalë? Nuk guxojnë me dalë. Tash ti, a pas e qenë muslimona je, muslimona ke qenë, sa ke qenë praktikuese, sa ke qenë xhami? Xhami? Po. Apo do me tërgu diçka. Me ma mbulu këtë shkëtësol me kore. A ke qenë ndonjë në xhami? Po ta them. A ke qenë muslimane praktikuese? Po s'është direkt. Atëherë mos tu ju konvertu. Atu ka i dhru zënë Eliri dikush që e konvertu në krishterë shtëpisë ose dikush familjar? Vetëm po ta them, më kanë kërcënuar edhe me jetë. Kush? Talibat, edi, musliman nuk po të me thonë taliban, shqip i bjen 2 student, 2 taliban. Po se ke thonë që edhe në qajer kur ke qenë një promovent, Po, këta, jo që na nuk sëllmojmë. Po pëse s'po thu kjo vloh shqiptar, po këta ju, pëse po na qunë janë miq? Po nuk është vloh shqiptar. Po unë jam vloj të shqiptar. Do shta e me ma komtar se ti. Ja, s'mundesh me qenë. Po kështu i ku mësu senet, kështu më ka mësu bobe babgjysh, mi mësu kon komtare,